nga këtu t'ju uroj juve dhe qytetarëve të Kosovës për ditën e çlirimit. Është një ditë datë e jashtëzakonshme për Republikën tonë, për popullin tonë, për shkuarën tonë, por mbi gjitha për të ardhmen që dëshirojmë ta ndërtojmë. Dhe në këtë urim për ditë çlirimin, lejoni që njëkohësisht të bëj thirrje se përveç të drejtës për festim, ndoshta ka nevojë dhe për një reflektim të thellë gjithë politikë në vend. Dhe para se të nis të prezantoj agjendën për çka do jemi të folur, më lejoni që të them se duhet si klasë politike të konstatojmë 3 të vërteta bazike. Ato na ndihmojnë të kuptojmë vetë agjendën që do ta prezantojmë sot. E para, du të pranojmë se jemi në krizë politike. Pra jemi në krizë politike, në krizë institucionale dhe në krizë legitimiteti. Në krizë politike, sepse s'ka as përpjekjen më të vogël nga askush të ndërtojë një shumicë parlamentare, që do të sjellte në institucione legjitime të Republikës Kosovës, dhe në krizë legitimiteti, sepse nuk kemi kuvend funksional, e për më tepër nuk kemi as qeveri legjitime. Qeveria e tanishme reflekton rezultatin e para 4 viteve, pra reflekton shumicën e para 4 viteve, jo shumicën e tanishme politike pas zgjedhjeve të fundit. E vërteta 2 që duhet pranojmë është se nuk kemi shumicë. Asnjëra palë, asnjë grupizim politik, sipas preferencave politike, nuk ka numra për të bërë shumicën. Kam kuptuar e dëgjuar dhe kryetarë të partive tjera që thonë se disi partitë e opozitës kanë shumicë, nuk është e vërtetë. Asnjë palë nuk ka shumicë. Për votat e partive minoritare serbe, LDK i beson më tepër vetë minoritarëve jo serb, para se të besoj kryetarëve të partive tjera. Le të flasim për votat e tyre partijake, për votat e partive minoritare jo serbe, flasim vetë ata tjerë dhe të deklarimet e tyre janë bukur të qarta. Por nuk ka shumicë në asnjërin palë. Dhe e treta, të pranojmë se kemi urgjencë. Pra, të kuptojmë mbare mirë se gjendemi në një gjendje të rëndë politike, të brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe në këtë urgjencë nuk mund të vazhdojmë të sillemi siç po sillemi deri tani, të shkojmë në seanca çdo 48 orë për të përfunduar në rezultatin e parapërcaktuar dhe vetmja gjë që ndryshon është numri rëndor i seancave.